Panik në Bari, makina përfundon në det, shpëton mrekullisht shoferi shqiptar. Një incident i rrezikshëm është regjistruar në portin e Barit ku një makinë ka rënë në det në momentin që po hipte në traget me destinacion Shqipërinë. Në automjet ndodhej vetëm një burr shtetas shqiptar i cili arriti të shpëtojë. Në çastet e fundit burri ka thyer xhamin e përparmë dhe ka dalë nga automjeti pak para se makina të fundosej plotësisht. Ai u ngjit në çatin e mjetit dhe më pas është kapur nga roja bregdetare e cila ka ndërhyrë menjëherë për ta nxjerrë në breg. Forcat zjarfikse kanë përdorur njësinë e zhytjes për të rikuperuar automjetin e fundosur, ndërsa po hetohen rrethanat e aksidentit. Fatmirësisht burri ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Autoritetet portuale kanë njoftuar se operacionet e ngarkim-shkarkimit kanë vijuar normalisht pas mbylljes së incidentit. Ngjarja ka ngritur pikpyetje mbi masat e sigurisë në portin e Barit, veçanërisht në kushtet atmosferike të vështira. Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e plota të incidentit.